Vërshimi i ujit që përmbyti një pjesë të tokave në Trush shkaktoi dëme edhe në banesa. Në shtëpinë e Kaplan Regjës, uji shkaktoi dëme në Orendi. Kaplani shpreh i shqetësuar për situatën që kaloi një ditë më parë, së bashku me bashkëshorten. Ora mos dite, ora 3, 2. Atë rregull se ka ishte të çanët të puna. Ora ku fini man. Të bon vetëm unë, tani pa të tjera në mund mi çu. Unë edhe gruaja çu ka dalë tani. Tuli atë çosh edhe më ke. Çu i kanë çu tani. Po dom shtëpis, çaj ban shtëpis nuk e dim tash na. Ja s'di be thonë, shumë të dhamë të ebër. Nëse mos të rezime folë vërtë. Uji ka hinë shpi, ata din vetë, që do me të bëhet shpi. Nësë mund të thamë, ka bëjë këtë dëmë, se i kanë që, tëne kanë që, në ava, që u i kam, që me teshë, tëne. Kravata, divana, prava. Kjo është hera 2 që banesa e tij përmbytet, pas përmbytjeve të vitit 2010. Pasë, në 2010, në 2 herë. Era poshtë më bërë, s'ka kollime më bërë, të në kollime të gjele, kretë më bërë. Pak shime, ra, nejnë edhe poshtë. I ka shpia, ka në 7 kam shkolla, ka një ka shpi. Ka më të mush, më rruga o ba. Kollime s'ka eq, i ka kollime të gjele më bërë. Shikuj. Shkak për këto përmbytje sipas Kaplanit janë mos pastrimi i kanaleve kulluese. S'ka kollim. Shikara, jashtë maset në mële, po. S'ka kollim e rrumë. Shikuj i konë. Ate në këtë qynga, për shdo ime shpijet, ane më të në kanë i kuj i le, ashtë këtë qynga. Ane s'ka si me i kuj. Po me në pasërat një të kanal, me në hap ujin, me i kuj i lirëshën, e për me i kuj i lirëshën, mos me i kuj i shpi. Ndërsa dëme familjes Regja ju shkaktuan edhe në të mbjella si dhe në ushqime për baktit.